1-3 si lidhje numri në zgjedhje, numri i lidhjes demokratike, jo 1-3 nëse ndan domethënë si listë, sepse lista nëse e fillojnë prej të parit dhe deri te i fundit të gjithë të cili është më i mirë dhe më profesionalisht, domethënë gjithë të cili në fushën edhe në sferën e vet. Mirë po, nishë kandidati për kryetar dhe kryetari jonë aktual dhe kandidati për kryeministër, domethënë duhet të votohet gjithsesi edhe ai është kryesori për listën tonë. Këto zgjedhje po mbahen për shkak të një ngërçi gjatë politik edhe pamundësisë së partive politike me u bë bashkë për me arrit një partneritet qeverisës. Çka mendoni që është ndoshta humbja kryesore edhe në aspektin ekonomik, edhe shëndetësor, edhe në sfera të tjera e Kosovës për mungesën e institucioneve? Dim që kuvendi praktikisht nuk ka qenë aktiv prej para vitit 3 të vitit 2024 dhe tashmë bëhen më shumë se një vit që nuk ka vendime, nuk ka propozime, nuk ka iniciativa, s'ka ligjet miratume në tempullin e demokracisë. E vërtet është se ngërçi është që një vetë, ngërçi nuk e kemi shkaktu në asnjë lidhje demokratike e Kosovës, ngërçi është shkaktu për partisë të parë, domethënë partisë që ka qenë në pushtet, këtë rast që është Lëvizja Vetëvendosja. LDK-ja gjithë qytetarët edhe ju gazetarët e gjithë e dini se ka shpreh gatishmëri për një qeveri gjithëpërfshirëse, mirë po nuk është për krah, domethënë aktualisht në këtë rast prej vetëvendosjes, mirë për nashta edhe prej partive të tjera, mirë po ka ardhur një momentum tjetër, domethënë që u kërku prapë njëjtë ato çka ne kena propozuar në fillim. Sikur të kish pas, domethënë një koalicion gjithëpërfshirës ose një qeveri gjithëpërfshirëse, sot nuk ishin diskutuar asnjëna prej këtyre temave që janë domethënë që diskutohen edhe janë aktuale dhe që janë shumë jetike për jetën e qytetarëve në Kosovë dhe për Kosovën domethënë si shtet. Nuk është diskutuar as për buxhetin, as për ligje, as për marrëveshjen ndërkombëtare, mirë po jem ku jem edhe tash jem prag të zgjedhjeve. Do diskutojnë ndoshta as me një marrëveshje politike mes vetëvendosjes dhe lidhjes demokratike, ashtu siç ju kanë ofertuar në disa raste. Në këtë rast unë mendoj se lidhja demokratike e Kosovës e ka treguar vetën. Domethënë na jemi të qartë, domethënë jemi unik, kështu që për vetëvendosjen momentalisht nuk du as të diskutojmë. Të shohim zgjedhjet mandej mas zgjedhjeve, kur dalim partia e parë, edhe kryeministri Lumir Abdixhiku, atëherë mund të diskutojmë, mirë po diskutimet janë kryesisht mendoj që fituesit do të jenë partitë opozitare. Të pakën ngërçin politik që ka ndodhur për një vit. Zoni diskutoni për vetëvendosjen. Pra, ende është qëndrimi i njëjti i partisë. Ende nuk ka ndryshim, domethënë mena. Deri në këto momente, kur unë kam marrë në studio, nuk ka qëndrim, domethënë, mrena partisë për vetëvendosje. Keni vijat kuqe për lëvizjen vetëvendosje? Nuk po them që kena vijat kuqe, mirë po qëndron i njëjti qëndrim që ka qenë deri edhe më tash. Mirë po zgjedhjet të reja të shohim, lidhja demokratike po shpresojmë ose edhe besoj fuqishëm që ka më dal partia e parë, edhe mandej varësisht prej fuqisë së votave, hynë edhe bisedimet. Ka pas edhe raportime, edhe aludime që përgjatë periudhës së ngërçit politik, Lëvizja Vetëvendosje madje shton edhe prej antarëve që e udhëheqin lidhjen demokratike.